Me ardhjen e vjeshtës ka filluar sezoni i turshive. Disa nga qytetarët tashmë po përgatiten të mbushin kavanozat e tyre për dimrin që vjen, ndërsa pjesa tjetër thotë se do të blejnë në markete. Pomaku, blesh, evti. Se s'ka po ne si spati se azimi za da praviš. Ajvar, turshia, se shumë i treba, se që na pravom. Saka da pravit ima na përmes 6 dinara kilo. 6 dinara, koj ma pari në koj zema, koj në ma pari, gleda i odi. Ne, turshia sama. Disa nga shitësit të thonë se ndryshe nga vitet e kaluara, çmimet e frutave perime janë dukshëm më të ulta këtë vit. Megjithatë, shtojnë se interesi i qytetarëve është më i ulët. I mama i nema zašto poviše idat luѓето po marketi. Znači pazarite umirat. I za nekoliko godina ќе nema pazar. To so garancije, vi go kažu vam jas. Vlerja e specave për 30 kavanoz kushton rreth 2734 denar. Tani me çmimet e reja të specave, patlıxhanit dhe vajit, kushton nga 4694 në 6494 denar.